Çka janë menopauza e andropauza? Unë jam Anduena edhe sot po flasim për një fazë tjetër që përmenet me zotolt, me hajgaret keqe ose edhe s'përmenet heq. Menopauza s'është që u plak gruaja, e as që u bo nervoz pa arsye. Po është një proces biologjik, serioz edhe shumë i fuqishëm. Estrogeni bjen, trupi kërkon ekuilibër të ri, e shoqënia zakonisht thonë, hajt se i kalojnë. Studimet nga Harvard Medical School tregojnë që mbi 70-75% e grave përjetojnë simptoma reale si val nxehta, pagjumësi, lodhje ekstreme, ankth, probleme me përqendrim edhe hulatje humore. Edhe jo, nuk është dramatizim e as problem modern. Është trupi të bo reboot total veç pa manual përdorime. Edhe po, ekziston edhe andropauzat e burrat. Testosteroni bjen gradualisht, energjia ndryshon, motivi luhatet, humori po ashtu. Kthie. Mule kthie. Edhe disa studime si Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism tregojnë që burrat përjetojnë lodhje, irritim, ankth dhe ndjenjë dhe humbje identiteti. Veç dallimi është interesant. Kur burri e kalon këtë fazë, thonë krizë e moshës së mesme, e kur e kalon gruaja menopauzën, thonë hormonet. Pra, biologjia e bën punën e vet të dyja palët, ama etiketimi i tyre nuk është i njëjtë. Gratë shpesh e marrin si diçka që duhet me u duru, a burrat si diçka që duhet me u kuptu. E vërteta është që të dy proceset janë reale, normale edhe kërkojnë informim, mbështetje edhe pak ma shumë mirëkuptim. Menopauza nuk është fund, as andropauza nuk është dobësi. Të dyjat janë tranzicione. E tranzicionet kur i normalizon e i kupton, nuk të bojnë ma të vogël, po të bojnë ma të fort.